Mirdita gjithëve, paqe, vëllezër, motra, kudo që t'jeni, Zoti t'ju bekoj. Ja ku jemi prapë. Vit i ri edhe mesazhe të reja. Vit i ri, fllat i ri. Vit i ri, mesazhe të ri, po dhe një vajosje të re. Kemi nevojë të zbulojmë, pse jo, të zbulojmë thirrjen, të zbulojmë gjithçka. Dhe lavdi Zotit që na dha mundësinë, ja ku jemi prapë sot. Ne vazhdojmë, ecim përpara, si gjithmonë, me mesazhet, edhe lavdi Zotit edhe për kohën, mundësinë që na jep, sepse dim që ngaherë nuk është aq e lehtë, hasim me shumë pengesa, armiku kërkon gjithmonë të pengojë, po si përfundimi ja dalim. Edhe lavdia shkoj Perëndis. Unë ju përshëndes, Zoti t'ju bekoj kudo që t'jeni. Sot marrim një mesazh, një temë unike, të re, nusja e Krishtit. Edhe gjithë dëshirojmë, sidomos besimtarët e vërtet që ja dinë dhe ajkën, ja dinë dhe, si mund themi, rëndësinë e kësaj teme, rëndësinë e këtij emri, rëndësinë që t'jesh më të vërtet nusja e Krishtit, po, okej, më kemi në rregull, e konsiderojmë veten të tillë, po që t'jesh nusja e Krishtit, Biblia na mëson që kërkohet më shumë siç na është mësuar, apo siç kemi dëgjuar, kërkohet më shumë. Kështu që edhe do të dim që Krishti po vjen, edhe kur të kthehet, do marrë për Krisht, çfarë do marrë? Do marrë të çojë lavdi nusën e vet, Krishti, me fjalë do marrë të çojë kishën. Po pyetja është si na don? Kur të vi Jezusi, si do të jemi? Do të jemi ashtu si na mëson Bibla, apo ashtu siç duam ne? Ky është problemi. Ne duam gjithë të jemi nusja e Krishtit, jemi kisha perfekte, si mund themi, e Krishtit, po nga ana tjetër na pëlqen edhe të ecin atë mënyrën tonë. Kështu që do shikojmë sot kur Bibla flet për nusjen e Krishtit, çfarë kuptimi ka? Ku do ndali? Çfarë do të kuptojmë ne nga kjo gjë? Dhe si do të jemi mbi gjithë, sepse do të jemi të tillë, të qëndrojmë të tillë, sepse ai po kthehet. Ai po kthehet, edhe do marrë do çojmë lavdi nusën e vet. E do pa rrulla, e do të bukur, të bukurume, jam i sigurt. Edhe si puna asaj nusës që kur ka daskën nuk besoj që rrin kështu kotëm kot, lahet, pastrohet, vishet në rroba të bardha, siç ka qenë dikur dhe është akoma besoj. Kështu që edhe ne do të jemi të tillë, edhe do shikojmë çfarë janë to pastrimet, çfarë janë to rrobat e bardha, si na don, si mund ne të qëndrojmë të tillë para një Perëndie të shehtë që po vjen, po na merr, që ta marrë, na çojë lavdi. Bëjmë lutje, japim mesazhin frymës shenjtë, që të na bekojë me këtë mesazh, që të flasi vetë fryma, edhe pastaj vazhdojmë, okay? Aleluja, atë Perëndi si gjithmonë falenderojmë ty, sepse meriton gjithçka. Ti je i vetmi që meriton, Zot, lavdet, adhurimet, falënderimet, sepse je mbi gjithçka. Dhe të falenderojmë për mundësinë që na dhe sot, që mundson gjithmonë, Perëndi, aq sa ne këtë kota shfrytëzojmë për ty, Perëndi. Të falenderojmë, Zot i madh, për çdo zbulesë që na jep. Lutemi si gjithmonë që fryma jote të na mbulojë. Të na mbulojë edhe sot në këtë takim, në këtë fjalë që më ke vënë në zemër. Fryma shenjtë, u lutem që ti të më udhëheqësh. Që ti, o Zoti i madh, flasësh më të mirë. Dhe ti je fryma shenjtë që ta përcjellësh këtë mesazh që gjithë zemrat e atyre që e duan. Ti bekosh, o Zot, gjithë. Shoqëroj këtë mesazh, shoqëroj këtë fjalë me mrekulli, o Zot i madh, me një fuqi nga lart. Sepse fjala jote gjithmonë, o Zot, është shoqëru me forcë, me fuqi, me mrekulli. Ti je një Perëndi që nuk qëndron vetëm në fjalë, por edhe në fuqi. Ti vepron, o Zot i madh, dhe po vepron akoma sot. Edhe ne të falenderojmë, o Zot, o Perëndi, për këtë mundësi që na jep. Bekoj vëllezërit dhe motrat që po shikojnë, ti shërosh, ti çlirosh, ti bekosh, po mund mbi gjithë, o Zot, më japsh një vajosje të re, e të na bekosh me këtë mesazh, o Zot. Falenderojmë madh për frymën tënde. Në emër të Krishtit Jezus, që beku qoftë gjithë jetën e vet.
Amen. Amen, amen, amen. Okej. Si që keni do është të lexuar ty, pra, si që thash është pra, nusja e Krishtit. Shikojmë sot që t'jemi nusja e Krishtit, si do t'jemi, si do të qëndrojmë. Që na thot Bibla mbi gjithë, sepse ne si përfundim do marrim përpara që na thot fjala e Zotit dhe jo çfarë tham unë. Lexojmë ca vargje. Shkojmë ke Gjoni 17, siç e dim Gjoni 17 është lutja e Zotit, kjo quhet lutja e Zotit, që lutet për ne, sepse ke Mateu, siç e dim, kemi lutjen që Zoti i mëson dishepujt se si të lutem, kurse kjo këtu është lutja e Zotit. Kështu që kemi lutjen e dishepujve, këtu ke Gjoni 17 kemi lutjen e Zotit. Ke Gjoni 17 marrim një vargje herë, ke Gjoni 17 vargu 11. Tani unë nuk jam më në botë, por ato i janë në botë, dhe unë po vij te ti, o Ati i shenjtë, i ruaj ata në emrin tënd. Neve, për na ruaj pra në emrin tënd, thot Zoti. Ata që më ke dhënë, që të jenë një, sikurse ne. Me që jemi këtu ke Gjoni 17, lexojmë edhe 3 vargje tjera. Lexojmë dhe pra lexuam 11-ën, tash shkojmë ke 21-shi, 22-shi, 23-shi. Pra Gjoni 17, nga 21 deri ke 23, lexojmë që të gjithë të jenë një, ashtu si ti, o Atë, je në mua dhe unë në ty. Edhe ata të jenë një në ne, që bota të besoj se ti më ke dërguar. Dhe unë u kam dhënë lavdin që më ke dhënë, që ata të jenë një, ashtu si ne jemi një. Unë jam në ta dhe ti në mua, që të jenë të përsosur në unitet, dhe që bota të njohë që ti më ke dërguar dhe që i ke dashur, ashtu si më ke dashur mua. Haleluja. Ke vargu 11, pra jemi ke Gjoni 17, ke vargu 11 që lexojmë, që të jenë një sikurse ne. Kurse ke vargu 21, lexojmë që të gjithë të jenë një ashtu si ti, o Atë, je në mua dhe unë në ty, dhe ata të jenë një në ne. Wow. Pra, këto fjalë, që mbi gjithë, si që thash parë, këto janë fjalë që dalin nga vetë goja e Jezusit, dhe janë fjalë si që lexuam pra të fuqishme. Haleluja. Pra shikojmë që Ati dhe Biri, këto vargje lexojmë që janë një. Dhe për tani ne nuk mund të kuptojmë plotësisht pra, sepse po bëhet shumë konfuzion. Thot, jo, po dikush thot që, po Bibla thot që Jezus është biri i Perëndis. Nga ana tjetër thohet që Jezus që ka dhe Perëndi, edhe du të dinë me fjalë, ky Jezus si çfarë është? A është biri i Perëndis apo është Perëndi? Që të flas tani për Trinitetin nuk du të përzjadhem shumë. Gjërat shu kaq thellë, edhe unë mund të arrit deri me far pike deri tjerët, edhe pse lavdi Zotit për atë vizionin që vetë Perëndia më dha, kuptova gjithçka, mund të themi, po limitohem edhe unë, sepse si që dim, kemi diçka që nuk mund t'i kuptojmë plotësisht, por Jezusi është si biri i Perëndis, ku erdhi u bë njeri, pra në formën e vet hyjnore, sepse në fillim ai nuk ishte biri i Perëndis. Ai ishte vetë fjala, vetë Krishti, vetë Zoti, si frym. Por kur erdhi u bë njeri, aty u konsideru biri i Perëndis. Por, pra nga ana natyrore, me trupin që mori, u quajt biri i Perëndis. Po nga ana frymore, pra nga ana hyjnis, atë hyjnie që nuk erdhi, nuk e demonstroi në këtë tokë, ai ishte edhe Perëndi, por nuk u shfaq si Perëndi, por erdhi dhe u shfaq vetëm si njerëz për 33 vjet. Pastaj mbaroi misionin e vet dhe tani ai është pra si biri i Perëndis dhe Perëndia vet, se Perëndia erdhi u bë mish. Por nëse nuk du të ashtu, po Triniteti e dim tani, bëhet pa konfuzion, ndoshta shumë janë ato që nuk mund ta kuptojmë plotësisht, po një ditë një ditë do ta marrim vesh. Por ajo që na intereson tani këtu është që ata janë një në 3 persona. Edhe asnjë s'mund ta anulloj të vërtetë. Për shembull, të marrim një shembull. Marrim 2 gota ujiti. Okej?
E ti marrim të 2 gota ujti dhe ti përzim në 1 gotë vetme. Të 2 gotët e ujtit, uj me 1 gotë vetme, okay? Edhe jam I sigurt që ata bëhen një e vetme dhe asë që mund të dallojmë se kush ishte ujti I gotës parë e kush ishte ujti I gotës tjetër. Dhe asë që mund t'i ndajmë më, kemi kujdes. Kur bashkojmë 2 gota, I hullim në 1 gotë madhe, ne aty nuk mund t'i dallojmë dot kush ishte I kësaj e kush ishte I asaj, dhe e dyta, nuk mund t'i ndajmë dot më. Që të themi kjo ujti ishte këtu e ky ishte atje. Që nuk mund t'i ndajmë më, sepse kur uji përzihet, nuk dallohet më dhe bëhet një e vetme. Okay? Dhe është kjo ajo që Jezus kërkon të shpjegonte dishepujve me këtë lutje. Unë në Atin. Kemi kujdes. Unë në Atin dhe Ati në mua. Okay? Pra ky lloj uniteti është I panjohur për ne, dihet, por ajo që është e mrekullueshme është që ne po bëhemi pjesë e asaj uniteti hyjnor. Jo vetëm ato, por Jezus I thotë që edhe ne kisha, nusja, po bëhemi pjesë, jemi pjesë të këtij uniteti hyjnor. E mrekullueshme. Në fakt I vargu 23 që thotë, unë jam në ta dhe ti në mua. Pra këtu shikojmë që jo vetëm Jezusi është në Atin, por edhe ne kisha e Jezusit bëhemi pjesë e këtij uniteti. Amen. Dhe është kjo që shumë nga ne akoma nuk e kuptojnë mirë, por kjo është një intimitet I përzemërt me Perëndinë e gjallë. Ke 2 Korintasve 3, vargjet 17-18 lexojmë. Sepse Zoti është fryma. Dhe atje ku është fryma e Zotit, atje është liria. Dhe ne të gjithë, duke soditur fytyrë zbuluar lavdinë e Zotit si një pasqyrë, transformohemi në të njëjtën shembullim nga lavdia në lavdi, po përsi prej frymës së Zotit. Pra, këtu shikojmë që vetëm fal fuqisë së frymës shenjtë, okay, edhe ne I jemi të transformuar në të njëjtën shëmbëllim me atë të Zotit tonë. Halleluja. Dhe ky transformim ka filluar tashmë në ne. Me anë të kësaj bashkësie intime të përzemërt me Zotin Jezus. Dhe është kjo bashkësi që na transformon në shëmbëllimin e Tij. Kjo lloj bashkësie na bën, na jep të mundësi që ne të transformohemi në shëmbëllimin e Tij dhe na udhëheq në këtë unitet vetë Krishtit. Pra lexojmë që Jezus I tha, o Atë, ti je në mua dhe unë në ty. Pastaj tha, ti je në mua dhe unë jam në ata. Pra vetëm ata që I përkasin Krishtit e kanë eksperimentuar, e kanë përjetuar, shqip, se më vjen kjo fjala eksperimentuar gjithmonë për të thënë, e kanë përjetuar thellësisht këtë unitet. Vetëm ata që e ndjekin, vetë ata që I përkasin Krishtit. Dhe ata janë kisha ose nusja e Krishtit. Amen. Kështu që martesa jo natyrore, po të marrim, po shikojmë martesën natyrore, është vetëm një shembull I vogël I këtij uniteti me Zotin Jezus. Okay. Ai që është bashku me Zotin është një frymë, jo një trup, është një frymë e vetme me Krishtin. Okay? Thot Bibla këtë, jo unë. Dhe kjo është një e vërtet, lavdi Zotit shumë e thellë, fakt, dhe janë të pakët ata që e kuptojnë. Por kisha e vërtet, pra nusja e Krishtit, ka marrë nga Perëndia këtë premtim të vërtet. Sepse fillohet, kemi kujdes, fillohet me Krishtin në ne, pra me Krishtin brenda nesh, dhe përfundohet me ne në Krishtin. Amen. Po filloj, ta përsëris dhe herë, sepse fillohet me Krishtin në ne dhe përfundon pra me ne në Krisht. Dhe është ky destinacioni jon final, ne në Krishtin. Pra jeta jon frymore është një ecje me Jezusin, e lavdi Zotit që na mbush kompletësisht. Dhe është ky destinacioni edhe I jon final. Pra jeta jon e krishterë është një udhtim që na dërgon të jemi tërësisht pra të ngjashëm me Krishtin, me Zotin tonë.
Ky është nusja. Kjo pra është jeta krishtere. Dhe ky udhtim e ka fillimin me një dorëzim. Pra niset me një dorëzim, ose pra, si mu themi, me një dorëzim fillestar, fillon me këtë pra dhe përfundon me një dorëzim total. Gjithë dorëzohemi fillim, po pak, fillim e kemi qipërve, po si përfundim, ka një dorëzim total, jo pak, sepse jemi ne në Krisht, nuk është vetëm Krishti në ne, por ne përfundojmë Krisht. Ky do të jetë destinacioni jonë final. Pra e fillojmë me një nisje fillestare, por destinacioni është dorëzimi total. Kjo është pyetja, ti je dorëzuar totalisht Zotit, dhe kur jemi totalisht të dorëzuar, atëherë asgjë nuk mbetet nga mishi, nga jeta jonë e vjetër, ose nga ajo union, ana jonë, sepse Jezusi na shpëtoi e na bashkoi me veten e tij. Por ne duhet pra të bëjmë edhe mënyrën që të jemi në bashkësi perfekte me vetat e. Pra bashkimi komplet me Perëndin, ose ky destinacioni final që i përkasim pra, që i përket vetëm nusës Krishtit, që jemi në kisha, është ajo gjendje ku fryma jonë është e transformuar në Krisht, në atë, dhe është pjesëmarrëse në Krisht. Nëse fryma jonë nuk është transformuar në Krisht, dhe nuk është pjesëmarrëse në Krisht, atë koma je koma në fillim. Je koma që lutja e shpëtimit, Dhe po ta bëjmë të, dhe ne themelohemi në një të vetëm, kur ne pra jemi të transformuar dhe pjesëmarrës në Krisht pra, dhe ne themelohemi në një të vetëm. Jemi një bashkim me të, por bashkësia me Perëndin na dërgon në një unifikim me Perëndin. Saktësisht pra, siç e bëra parë atë shembullin me 2 gotet e ujit që përzihen bashkë në një. Kështu që kisha e Jezusit është pjesëmarrëse e kësaj gotës ujit. Sepse është mënyra më e thjeshtë që mund të shpjegoj pra këtë unitet ose intimitet pra me Perëndin. Unitet e intimitet. pa unda. Pra kjo bashkësi me Jezusin në fund ç'a bën? Na dërgon këtë unifikim me Jezusin. Dhe është kjo pra siç thash destinacioni final i kishës ose i nusës së Krishtit. Sepse kisha e vërtet e Perëndis kush është? Është nusja e Krishtit. Amen. Pra kur ne bashkohemi me anë të procesit, për shembull, po të marrim atë shembull kur saldojmë, saldatriçe si quhet. Kur ne bashkohemi për shembull me anë të procesit të saldimit, saldim se po mbjet tani, të këtyre 2 metaleve, ato edhe pse i bashkojmë, i saldojmë si përfundim, bashkohen në një, por janë gjithmonë 2 metale. Dhe jo vetëm, po duket edhe ajo, si mu themi, shenja që është saldu. Por martesa jonë me Krishtin, pra martesa jonë qellore, është si gotë e ujtit, nuk është si këto 2 elementet që janë salduar dhe shikohen. Edhe kuptohen që jemi një e një. Jo, nuk jemi si këto 2 elementet. Po jemi si 2 gotet e ujtit që jemi bashku dhe nuk dallohet dhe nuk ndahemi më kurrë. Edhe me dashmi ndas mund t'i ndash. Pra, sepse si thash, këto metalet shikohet edhe ai rripi saldimit që i bashkon, por me gotet e ujit nuk mund të shikosh ose nuk mund dallosh kurrë diferencën e mënyrës se si uji u bë i ngjashëm edhe një i përbashkët. Nuk arrim dot as ta përcaktojmë, as ta perceptojmë as gjë, është pra është si në ne që nuk shikohet pra nuk shikohet ke ne, nuk shikohet ky rrypi i saldimit si quhet, kur jemi në Krisht. Nuk ka rryp saldimi. Nuk duket shenja e saldimit kur ne jemi në Krisht dhe Krishti ne. Metalet me njëri tjetrin, po këtu me Krishtin ja, sepse nuk mund të ndash më kurrë ujë nga uji. Ashtu nuk ndami edhe ne kurrë nga Krishti. Sepse nusja nuk mund të ndahet nga dhëndri. Janë një. Bibla është shumë e qartë. Ne do praktikojmë thot baba, do martohemi dhe do jemi një me të. Kështu që ne tani nga ana natyrore, po nga ana frymore ne jemi akoma më një tani. Sepse nëse nga ana natyrore
i dallon mashkull me femër, nga frimore këtu jemi përzi bashkë, kemi unitet, unifikim as merret vesh, sepse nuk kuptohet, sepse jemi një, sepse është unitet dhe një e vetme. Okej? Pra ne jemi krijuar nga Zoti dhe Zoti na bëri që të martohemi me të vetë. Dhe kjo është më së vërtet dhe është kjo fundi, si mu themi, i kësaj historie. Qofse ne s'kemi arrit deri aty, do thotë që jemi akoma larg. Dhe kushdo që nuk bën pjesë e kësaj, si mu ta quajmë, kësaj ceremonie martesore, është ndarë nga kjo dasëm. Nuk e nusja. Edhe ditë gjëra pra do keqësohen, pra duhet të dinë diçka. Siç kam thënë që Izraeli, siç për ato që nuk e din, Izraeli, si populli i Izraelit, edhe akoma sot madje, jo vetëm atëherë, u konsideronte nusja e Perëndis, pra e Atit. Por ne kisha jemi nusja e Krishtit, pra e Birit. Pra duket i çik se habitshme, por është ashtu, sepse ne besimtarët e krishterë në Bibël quhemi nusja e Krishtit, por Izraeli është konsideruar gjithmonë si nusja e Perëndis dhe është akoma sot Izraeli nusja e Perëndis. Është populli i Perëndis akoma sot, sepse Perëndia nuk ka përfunduar akoma me Izraelin natyror, me tokën natyrore të Izraelit. Kemi akoma shumë, janë shumë ato që thonë që hiku e kor, nuk ka shma. Jo, nuk ka përfunduar. Nëse nuk do të dalë aty. Pra ne, në fakt siç e dim, jemi të thirrur nga Perëndia, për Perëndia na ka thirrur, Perëndia na dha besimin, na hoqi nga kjo, por na bëri këtë që ne të martohemi me birin e tij, pra me Jezusin. Edhe pse ne ndodhemi në këtë bashkësi me Zotin, ne nuk e humbasim, pavarësisht se ne jemi, do të përcaktoj prapë dhe këtë, që edhe pse ne jemi pra në këtë bashkësi me Zotin, por ne nuk e humbasim personalitetin tonë. Kemi edhe ne personalitetin tonë, mos harrojmë. Pra, ose më mirë ta shpjegoj në këtë mënyrë. Po të marrim një gotë verë tani, edhe t'i fusim pak ujë brenda, uji përzihet me verën, po edhe pse nuk dallohet uji aty, por uji është një lloj aty. Pra, e njëjta gjë ndodh edhe me ne. Ne bëhemi një me atë ashtu si dy gota ujë bën një. Por Bibla thotë që ne nuk e humbasim personalitetin tonë, edhe pse bëhemi një me Jezusin. Pra, është kjo bashkësia me birin e Perëndis. Saktësisht pra, siç të lexuam tek libri i Gjonit, pra ke 17, nuk është e lehtë që ti kuptojmë, por është kështu. Pra janë së bashku, janë dy jeta. Dy jetë njerëz. Dy jeta që një ditë në qiell bëhet një vetme. Kemi kujdes. Kemi ne personalitetin tonë, është dhe e Krishtit, po në qiell jemi një. Në qiell jemi një. Në Krishti është Krishti. Me anë frymës shenjtë ai bën që edhe ne të jemi një në qiell. Aleluja. Ja pse Perëndia i lavdis pra na krijoi. Na krijoi që të jemi nusja e birit të tij, nusja e tij, besnikët e tij, mbi gjithë, po, ose më mirë bijtë e tij, ose akoma më shumë kisha e tij. Pra, intimiteti me Krishtin është e jona. Por edhe uniteti ose bashkësia me të është e jona. Amen. Dhe ja pse duhet të lutemi vazhdimisht që ne të udhëhiqemi nga ai, nga Krishti, në atë vend ku mund ta njohim më mirë atë dhe më përzemërsisht, sepse vetëm aty prania e Krishtit na mbush zemrën tonë. Nuk ka tjetër mënyrë, ne po e shikojmë, ne po e përjetojmë, si jemi gjithmonë bashkësi, gjithmonë unitet, gjithmonë me atë, dhe po shikojmë se si gjëra transformohen, edhe shikojmë rezultatet e lutjes, sepse ne nga janë dumë edhe lutje, dumë që Zotit na përgjigjet lutje, po nga ana tjetër këtë intimitet, kaq për zemrët, nuk e mbajmë dot, na duket shikse habitshme. Po ja që duhet, Kështu që ja pse duhet pra të vazhdojmë. Pra është ajo bashkësi intime me Zotin që na transformon në shëmbëllimin e tij dhe na dërgon në këtë vetëmsi, si më themi. Kjo intimitet fillon ku? Gjithë dim, fillon tek oborri i jashtëm, që një ditë do flasim edhe për tabernakullin, se kemi shumë për të folur aty për tabernakull, janë shumë gjëra, shumë zbulesa të bukura, po kur të vi dita më. Pra kjo intimitet, siç e dim gjithë, fillon tek oborri i jashtëm, ku edhe ne, siç e dim, fillojmë lypim gjërat. Fillim ne gjithmonë i kërkoshim, lypim gjërat. Por Zoti na tha që duhet edhe të kërkojmë
Zotin. Jo vetëm gjërat, po të kërkojmë me Zotin. E jo vetëm trupin. Pra, po kur e kërkojmë Zotin dhe ne e gjejmë Zotin, atëherë ç'a bëjmë tjetër? Atëherë fillojmë me trokasim pa pushim që prania e tij të bëhet pjesë e jetës tonë. Edhe kështu të shikojmë edhe rezultatin lutje. Dhe kur ndodh kjo, atëherë jemi në intimitet me Krishtin. Dhe kur ne jemi në intimitet me Krishtin, atëherë çdo gjë bëhet e jona. Sepse kur vjen ai bën me vete dhe gjithë gjërat që kemi nevojë. Dhe nuk mund të bëjmë gjë tjetër veç se ta adhurojmë pastaj, ta falenderojmë. Pra të ndryshojmë mënyra e lutjes. Mjaft duke lyp, po i japim atit sepse është e jona ajo që na përket bëhet e jona. Pra më shumë ne jetojmë pra në këtë lloj dimensioni, më me lehtësi Perëndia na tërheq nga vetja. Më shumë ne jetojmë, më shumë Perëndia na tërheq nga vetja dhe kjo është kjo lloj lutje që na transformon. Dhe ky është vendi shumë i shenjtë. Pra ashtu është, si po themi, është aty ku ne i trokasim Jezusit dhe takomi në mënyrë për zemër, intimisht pra me Jezus dhe ku e njohim akoma më thellësisht Jezusin, edhe më shumë ta njohim, më shumë ne, si mu themi, qetësohemi, plus nga ana tjetër transformohemi dhe ai bëhet pra, si mu themi, bëhet shumë real, bëhet më real në jetën tonë. Për real, këtu i referohen pra për te çdo përshkrimi që ne mund ta imagjinojmë. Bëhet shumë i ndjeshëm, shumë real në jetën tonë. Pra kur ne ndjehemi me atë, dhe ai bëhet pra çdo gjë në ne. Aleluja, dhe është ky ai dimensioni ku nusja e Krishtit përjeton dashurinë dhe intimitetin me të. Këtu kemi arrit deri këtu. Në fakt çfarë thotë ke Kantiku i Kantikëve, ke kapitulli i parë është vargu 1 ose 2 duket, thotë flet për puthjen, aty thotë më puthot me të puthrat e gojës së vet. Sepse dashuria jote është më mirë se vera. Është ky vargu ke Kantiku i Kantikëve, ke kapitulli i parë, vargu 2. Pra, atëre, kush pipa ku një sekund, të mu tha goja, është një varg i bukur ky, ke Kantikët. Pra, kush nuk është nusja e Krishtit, edhe pse e lexon të librin e Kantikëve, po jam i sigurt që në qoftë se ti nuk je pjesë e këtij intimiteti, nuk je pjesë e kësaj kishe të vërtet, nuk je nusja e Krishtit, edhe pse ti e lexon te Kantikun e Kantikëve, jam i sigurt që nuk e kupton. Sepse këtu shikojmë një histori dashurie, por edhe hyjnore, mos të harrojmë. Okay? Kështu që kemi një histori dashurie, po ka një domethënie hyjnore. Këtu shikojmë këtë relacionin, pra midis dhëndrit dhe nusës. Po çfarë është kjo puthje? Pra kjo puthje është ajo që folet deri tani, është kjo bashkësia jon komplete, totale me Jezusin. Dhe është kjo bashkësi e frymës son me frymën e shenjtë. Ku fryma e Perëndis dhe fryma jon bashkohen në një gjë vetme. Dhe kur bashkohen, as i dallon, as mund t'i ndash më. Okay? Edhe kjo është që na mrekullon. Pra kur një person shpëtohet, kur pranon Krishtin, pra ky person vjen në shpëtim. Se dal pak gjithmonë do t'i ngacmoj pak sepse akoma jemi të fiksuar me këtë lutjen e shpëtimit dhe akoma tjerët janë shumë akoma që janë të sigurt që aq i besojnë aq shumë. Okej, fillon çdo gjë dhe unë jam me lutjen e shpëtimit. Po kur ne shpëtohemi, ky person vjen në shpëtim dhe mjaft, por nuk është akoma në këtë bashkësi komplete me Krishtin. Ky person është shpëtuar, por akoma nuk e ka përjetuar qëndrimin në jetën e Krishtit. Amen. Dhe nuk është akoma bashkuar me Krishtin. Po thjeshta ky e ka pranuar. Pra, kupton, ka marr shpëtimin. Aleluja. Gjithë ne fillojmë nga ty. Po ka diçka, ka një rrugtim për të bërë. Okay? Pra, to nuk janë bashkuar akoma në këtë mënyrë intime dhe nuk ka filluar akoma atë ecjen e përjetshme.
me Krishtin, ecja e përjetshme me Krishtin, zë fill kur ne fillojmë të përjetojmë thellësitë e tij me sinqeritet personale edhe thellësinë. Kur ne përjetojmë të gjëra ndryshojnë. Qofse s'ka sinqeritet, qofse nuk është pra personale, e jo e trashëguar nga feja apo nga prindrit, dhe nuk është e thellë, atëherë nuk ka, po kur duhet e thellë. Duhet e thellë, pra mund të jenë shpëtuar, po akoma nuk mund të dinë asgjë për këtë bashkësi me Krishtin, sepse është akoma një gjë e jashtme dhe, si mu themi, e huaj, e panjohur për ata. Pra, mund të edhe të lexojnë edhe Biblën në fillim, por nuk e kuptojnë plotësisht. Dhe këtë e dim, kemi përjetuar vetë. Edhe pse për këtë bashkësi Jezusi këtu u lut tek Gjoni 17, pra, që lutja e Zotit, ecja për përjetësinë bëhet reale dhe entuziaste vetëm kur ne fillojmë të kemi këtë përjetim me Krishtin në thellësi. Amen. Është një lloj kur ne jemi po të marrim tani fjesën këtu natyrore. Është një lloj sikur ne të jemi, si mu themi, të fijuar, por nuk jemi akoma të martuar. Por kur ajo kopja martohet, atëherë fillon ecja në bashkësi. Atëherë ata janë bërë një trup i vetëm, dhe kështu nga dy bëhen një. Sepse më shumë të rrinë bashkë, edhe burri me gruan, më shumë bëhet të ngjashëm me një. Dhe kjo është martesa hyjnore. Pra, po të mendojmë për një moment në terminin frymor, kur ne pranojmë Krishtin, është si të themi që ne u fijuam me Krishtin. Dalim tani ke lutja e shpëtimit pak. Po lutjen e shpëtimit, po, aleluja, po mos harro që nuk je martu me Krishtin. Po je fiju me Krishtin. Unë nuk jam i fiju me Krishtin sot, unë jam i martu me Krishtin. Gjithë ne, gjithë ato që i përkasin, nuk janë fijum. Momenti që ke bërë lutjen e shpëtimit, ti pra u fijove me atë. Por kur ne jemi në bashkësi me Krishtin dhe e njohim shumë e më shumë, ne bëhemi si ai. Dhe nga dy që jemi, bëhemi një të vetëm. Dhe këtu kuptohet që ne jemi martu me Krishtin. Okay? Sepse eci me Krishtin për në përjetësi dhe dy jeta bëhen një jetë e vetëm. Dhe në qiell një ditë do jemi një vetëm. Pra pranimi i Krishtit është fijesa jonë me Krishtin, duke shprehur ose shfaqur atë impenjimin, pra angazhimin tonë për të bërë një me Krishtin, por nuk jemi akoma arritur aty ku duhet. Pra kjo bashkësi fillon të bëhet konkrete me përjetimin në vendin shumë të shenjtë. Që të arrish ke vendi shumë i shenjtë, kur ti pranon Krishtin, ti akoma kjo borë. Duhet kërkosh Zotin, pastaj kur e kërkon, gjindesh ke vendi tretë, që është vendi shumë i shenjtë, dhe aty ti po përjeton pra martesën. Po nëse je akoma ke lutje e shpëtimit, je kjo borë, je jashtë, je i fejum. Okay? Pra, që të ecim në vendin shumë të shenjtë, pra duhet të bëhet më konkrete, sepse një herë që ne ndodhemi në vendin shumë të shenjtë, ne nuk mund të largohemi kurrë nga Jezusi. Ecim, jemi një me atë. Sepse vendi shumë i shenjtë është kur ne ndodhemi në atë mbushlljen e vajosës frymës së shenjtë, kur ne ndodhemi aty për aty me Zotin. Ballë për ballë me Zotin. Unë dhe Zoti, Zoti dhe unë. Sepse është obori jashtëm i tabernakullit kur ne prezantojmë kërkesat tona të lutjes. Jemi shpëtuar, kërkojmë për kërkesat tona të lutjes, por është dhe vendi shenjtë kur ne kërkojmë Zotin, por është dhe vendi shumë i shenjtë kur ne e kemi gjetë Zotin e vazhdojmë pra të rrimë në bashkësi me Zotin. Po do flasim për tabernakullin, do thash është shumë e bukur, është një skemë aty që na jepet perfekte. Po kur të vi dita do të shikojmë se ka shumë gjëra të bukura, që fakt edhe ke tabernakulli, duket si tabernakull, kështu që është bolla, hajde më pafshim, ka shumë gjëra sepse ai tabernakull pastaj u kthye në tempull, edhe ai tempulli sot jemi ne, kështu që prandaj nga ana frymore do mësojmë shumë gjëra, sepse siç thash pra arritëm në vendin shumë të shenjtë, aty bashkësia, sepse është në vendin shumë të shenjtë që zemra jon ndizet për Zotin. Amen. Dhe është kjo që Krishti po pret nga secili nga ne. Dhe ku ndodhemi aty, ne jemi në një bashkësi totale me Krishtin dhe kështu quhemi nusja e Krishtit dhe ai është dhënëri jon. Amen. Ke arrit deri aty, qofse po, okay, rri aty ku je.
se Krishti po kthehet, sepse ai nusin e vet do marrë. Okej? Pra, më shumë kohë ne kalojmë me atë, më shumë ai bëhet real për ne. Dhe është aty që Jezusi, siç lexojmë ke kantiku, është aty që Jezusi na jep këtë puthin e tij. Pra na puth me këtë puthje, për këtë kuptim e ka puthje, jo që na puth jo. Se siç të mësoi Zoti me ta puth neve, po ai na doj shumë ne sa që e konsideron me këtë puthje, me fjalë, po kur flet ke kantiku i kantikëve, kur lexojmë atë puthjen, ka këtë kuptim me fjalë, këtë përzemërsi, pra që ne jetojmë në vende shumë shenjtë. Dhe është kjo pra ajo që siç lexuam më sipër, pra që thot më puth me të puthrat e gojës së vet. Dhe është këtu që zë fill ecja jon me Krishtin. Jo thjesht u fijuam, jo thjesht e pranuam, po ecim. Pra në këtë vend shumë të shenjtë. Sepse ne këtu përjetojmë thellësinë dhe lartësinë e dashurisë së tij të pa përshkrueshme dhe të pa kthyeshme. Amen. Në fakt ke Efesianët 3, lexojmë nga 4 vargje, nga 16, Efesianët 3 nga 16 deri në 19. Lexojmë. Që t'ju jap, sipas pasurisë së lavdisë së vet, të forcoheni me fuqi nëpërmjet frymës së tij në njeriu e përbrendshëm, që Krishti të banojë në zemrat tuaja me anë të besimit, që të rrënjosur dhe të themeluar në dashuri, të mund të kuptoni me të gjithë shejtorët cila është gjerësia, gjatësia, thellësia dhe lartësia, dhe ta njihni dashurinë e Krishtit që të kalon çdo njohuri, që të mbusheni me tërë plotësinë e Perëndis. Wow. Pra, amen, aleluja. Nëse thash drose, nuk but që të shkojmë më shumë gjatë, se besoj që edhe gjysore, shumë ta 40 minuta, është një mesazh besoj komplet, sepse kur shkojmë gjatë, unë shkoj gjithmonë u bëna më shumë, ja, po kam hyrë viti 4 që po dal kjo faqe, edhe llogarit tani se unë fillim fare diçka e pakta 3 herë, se diçka edhe nëse kujtohet ditë marrë ndargë. Diçka nga herë prapë ku mungon të dikush tjetër ndargë. Edhe imagjino tani nga 1 orë, se unë shikoj që shkon e pakta 1 orë. Nesër mesazhet që kam dalë shkojnë 1 orë. 1 orë, 1 orë 10 minuta, 1 orë 5, 1 orë. Mund të marrim edhe mesatarën 1 orë. Po, llogarit tani janë 100 mesazhe në vit. U bona 3 vjet e gjysë, 300-400 mesazhe nga 1 orë. Kam qenë çik i mush fakt. S'kam pas atë zbulesën që Zoti më thotë hec, se jam me ty. Edhe vazhdo, mos ndalo, kam hec goxha. Edhe kam hec deri tani, po tani thash, okay, nuk se nga herë mendova thash dali herë një javë. Pastaj Zoti tha jo, vazhdo prap 2 herë një javë, jo herë një javë. Okej, ti e di thash, ti do flas thash funi, unë vetëm sa do hap gojën. Po të tham që 1 orë është çik shumë, edhe shikoj që unë jo vetëm për mua, por shikoj edhe të tjerë që është e bajashme, sepse fundit është fjala e Zotit. Armiku këtu ndërhyn gjithmonë, edhe për njerëzit bëhet çik e rënd. Kur shikojnë shumë, që ka 1 orë, kush thjet gjë. Edhe nga janë e kanë, po ja që unë mu kanë dash për shembull ti bosh nga gjata këto mesazhet, po tani po kërkoj ti bëj nga gjysë ore e shumë të ke 40 minutë, jo më shumë, që edhe ju t'i zeni mirë, edhe mos të lodheni, edhe besoj që janë normale, se gjithë shikoj që gjithë predikojnë jo më shumë aq. Edhe në kisha për shembull ku predikojnë pastorët nuk zgjatën më shumë se 40 minuta, 45, shkojnë kështu. Shkojnë nga herë tani edhe një orë, po kur është ashtu, po nga herë. Po ke gjysë ore 45 minutë, që është një mesazh që edhe njeriu vetë e zen, edhe truri njeriu e mban. Më shumë pastaj bëhet e çike lodhshme. Edhe unë kërkoj tani që mos ta kaloj shumë, të shkoj nga gjysë ore ose xhameti ke 45 minuta, po jo më shumë, se të dal 2 herë në javë, siç kam dal, do mundohem ta bëj, po i çik më të shkurtra se i shumë shkoj gjatë. Nëse ishim këtu për Efesianët 3, 16 deri në 19, por përfundoj edhe herë 19, do thotë dhe ta njihni dashurinë e Krishtit që të kalon çdo njeri, që të përmbusheni me tërë plotësinë e Perëndisë. Pra, është kjo ajo
që vjen në zemrat tona edhe vjen me anë besimit kur ne shpëtohemi, sepse fillon me Krishtin në fillim kur ne shpëtohemi dhe e përfundojmë duke përjetuar plotësinë e Perëndisë. Okej, plotësinë e Perëndisë dhe është ky pra destinacioni jon final që të përjetojmë plotësinë e tij. Dhe kjo do të thotë që ai na puth me puthjen e gojës së vet. Kjo është një bashkësi absolute. Pra, janë dy tipe bashkësisë me Zotin. Kush janë këto dy tipe bashkësisë me Zotin? Një është pra të ndjesh praninë e tij në disa momente. Po e dyta, të ecësh në praninë e tij vazhdimisht e përdit në mes të çdo lloj rrethane dhe stuhie. Ta përsëris dhe janë dy tipe bashkësish me Zotin. Një, të ndjesh praninë e tij në disa momente, dhe dyta, të ecësh në praninë e tij vazhdimisht përdit në mes të çdo rrethane dhe stuhie. Pra, ne si të krishterë ecim në atë thellësi të madhe bashkësie ku mund ta praktikojmë përdit praninë e tij kudo. Dhe është aty që kemi nevojë që të arrijmë, gjithë do të arrijmë deri aty. Qofse ti do të konsiderohesh si nusja e Krishtit, qofse më vërtet je gatshëm, atëherë nëse ti ky mesazh që dëgjove është pjesë e zemrës, e frymës dhe jetës tënde, atëherë qëndro këtu. Qofse akoma nuk je këtu, atëherë ke diçka me bë akoma. Kështu që prandaj mos i neglizhojmë gjërat. Lemi një anë fetare tani, kupton ti çfarë po bëhet, ja pse Jezusi të thotë që shumë janë thirrur, po pak janë të zgjedhur. Pse? Sepse nuk kanë kuptuar këtë vendin shumë të shenjtë. Nuk kanë kuptuar këtë intimitet, këtë unifikim, këtë përzemërsi, këtë bashkësi. Që do thotë pikërisht pra, çfarë do thotë nusja e Krishtit? Nuk e kanë kuptuar tamam siç duhet. E kanë marrë me këtë lutjen e shpëtimit dhe akoma janë aty tralala tralala. Më fal për fjalët tani që po tham, po janë të rëndësishme sepse është të merr që kur të vi ai edhe mos të marri, ose një ditë të thot para gjykatës vet, ik se nuk e di, nga vini, sepse nuk ka qenë kjo përzemërsi. Se ku është kjo përzemërsi, është kjo që thot praktikantike, dhe vjen kjo puthje me kuptimin kjo intimitet i afërt, ku ai udhëheq jetën tënde, transformon jetën tënde dhe e çon në të mbushëlli, të plotësi, pra ku ne duhet shkojmë. Pra ne si krishterë ecim në këtë thellësi të madhe bashkësie ku mund ta, siç thash, ku mund ta praktikojmë praninë e tij kudo, në çdo lloj rrethane, në çdo lloj vështirësie, dhe është aty që kemi nevojë që të arrijmë gjithë. Dhe këtu jetojmë këtë prani, jo në momente, jo kur apo ku disa herë, po 24 orë në 24 orë. Prandaj duhet me bëjmë dhe na i luteni Zotit, thuj Zoti Jezus këtu do të thuj më udhëhiq, ose na udhëheqi secili nga ne në këtë thellësi. Pra në këtë vend kaq intimitet, në këtë vend dashurie, në këtë vend bashkësie me të. Lutu, Zoti Jezus, të lutem, bëj që prania jote të mbush zemrën time, të mbush jetën time në mënyrë që mishi im të vdes, edhe të rri vdek. Jo vetëm të vdes, po edhe të rri vdek mishi im. Sepse vetëm kështu pra ne mund të jetojmë për Krishtin. Kur ne kemi vdek mishi, dhe mishi jon qëndron i vdek. Dhe kur qëndron i vdek, atëherë ti po përjeton këtë përzemërsi, këtë intimitet, që konsideroj si përfundim kisha ose nusja e Krishtit. Amen. Okej, kisha këtë mesazh sot. Edhe më tani, gjejmë një mesazh shu, si të na preki frymën shenjtë, dhe shpresoj që keni beku dhe ju. Ne të shikojmë i ndaj Zoti edhe të ejtën, edhe të shikojmë çfarë Zoti do mbej, nuk e di, në të drejtën. Për punën e tabernakullit, po punoj shumë me tabernakullin, se janë shumë gjëra, orendit, ose perdet, ngjyrat e perdeve, gjithë shumë gjëra aty brenda, që gjithë kanë domethënie të fuqishme, dhe prandaj duhet i marrë çik më ngadalë. Po nëse kur vi dita do vi,
po do të takohemi ditë në jetë prap, një mesazh do gjejmë. Ecim përpara, si gjithmonë, Zoti t'ju bekoj juve, ju falenderoj si gjithmonë për lutjet, për mbështetjen, për çdo koment që boni, që unë si lexoj dot, po i lexoj pastaj. Edhe ju du fort, ju du shumë, ju falenderoj me të vërtet. Zoti t'ju bekoj, edhe shifmi të ejtën. Mirupafshim.